Koloneli Amerikan Wes Martin thekson se presidenti Donald Trump gjatë mandatit të tij të dytë është përqendruar në forcimin e sigurisë amerikane dhe kundërshtimin e ndikimit të Kinës në infrastrukturën globale, veçanërisht në menaxhimin e porteve strategjike si Kanali i Panamas. Në këtë kontekst, kompania amerikane BlackRock ka bërë 2 porte të rëndësishme nga një kompani e kontrolluar nga Kina në Panama. Problemi i menaxhimit të porteve nuk kufizohet vetëm në Amerikën Latine, por shtrihet edhe në Europë. Kompania kineze Hudgiston Holdings zotëron disa porte të rëndësishme të Gjermanisë, Belgjikës, Mbretërinë e Bashkuar dhe vendeve të tjera, duke ngritur shqetësime për sigurinë. Trafiku i drogës përmes këtyre porteve është një sfidë serioze për Europol, pasi organizatat kriminale po përdorin këtë rrugë për të futur sasi të mëdha kokaine nga Amerika Latine në Europë. Vetëm në vitin e kaluar autoritetet sekuestruan 35 ton kokainë në portet kryesore si Hamburg, Antwerp dhe Rotterdam. Ballkani gjithashtu përballet me sfida të ngjashme. Projekti i portit të Durrësit, fillimisht i lidhur me një kompani gjermane, u anullua nga qeveria shqiptare dhe u kalua një kompanie kroate, e cila sipas opozitës shqiptare ka lidhje të dyshimta me rrjetet kriminale në Ekuador dhe Kolumbi. Akuzat politike sugjerojnë se ky ndryshim ka krijuar mundësi për interesa të errta që kontrollojnë operacione portuale në Shqipëri. Ndërkohë, projekti i Porto Romanos po ngjall shqetësime për transparencën e tendrit dhe ndikimin e mundshëm të oligarkëve. Në këtë kontekst, SBA dhe Bashkimi Evropian duhet të veprojnë për të siguruar transparencë dhe kontroll më të madh në menaxhimin e porteve. Për Ballkanin, ruajtja e sigurisë rajonale dhe shmangja e ndërhyrjeve të huaja mbetet një sfidë e rëndësishme që kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe strategjike.